Çdo kopësht i qytetit të Gjirokastrës do të ketë binjakun e vet në një site administrative. Kjo nismë e marrë nga drejtoria e arsimit në Bashkinë Gjirokastër filloi zbatimin ditën e sotme me moton "Ajo që s'më duhet mua, dikujt tjetër i hyn në punë". Ishte kopshti Buzëqeshja që dhuroi për kopshtin e Lunxhorisë, lodra dhe bazë materiale e didaktike. Çfarë lodre more ti? Qenush. Kjo të pëlqeu nga ditëlindja? Po. Makinën e polosi. Se polic do bësh, çfarë do bësh kur të rritesh ti? Polic. Kukull. Si ka robat, në çfarë ngjyre? Zhyloz. Si do t'ja vendosësh emrin kukullës? Sini. Kjo nismë pritet të shtrihet edhe më tej me shkëmbim eksperjencash dhe zhvillim të aktiviteteve të përbashkëta mes dy institucioneve të arsimit parashkollor. Është marrë një nisëm për binjakëzimin e kopshteve. Ne jemi kopshti Soros dhe na jemi të gatshëm për të investuar dhe për të bashkëpunuar bashkërisht. Kjo është, ne jemi me kopshtin në Valare, pranë shkollës së Petropolga, dhe sot kemi ardhur bashkërisht me mësuesët dhe me një grup fëmijësh dhe kemi sjellë disa lodra edhe bazë materiale. Dhe kjo do jetë në vazhdimsi jo vetëm sot, por edhe bashkërisht do punojmë dhe për aktivitetet e përbashkëta. Kjo ishte një nisëm që ne të gjithë e përqafuam. Nder dhe kënaqësi shumë për neve që po presim sot kopshtin e qytetit, Buzëqeshja. I falenderoj shumë për mbështetjen e tyre, për dhuratat që ata kanë sjellë për ne. Shpresojmë që ky binjakëzim të na ndihmojë dhe të ndajmë eksperjencat dhe përvojat tona midis dy kopshteve. Urojmë që të gjithë së bashku, edhe ne, edhe kopshti i qytetit, të krijojmë një mjedis sa më të pasur dhe marrëgëtues për fëmijët tanë. Në kopshtin e vendosur në shkollën Petropolga mësojnë dhe edukohen 15 vogëlush.